SPAK ka shtyrë sërish me 3 muaj hetimet për ish zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, që akuzohet se ka kryer veprat penale pastrim parash, fshehje të pasurisë dhe korrupsion pasiv. Prokuroria e posaçme ka tashmë afat deri në datën 23 qershor për të plotësuar hetimet e munguara në dosjen ndaj Ahmetajt, teksa kjo është hera e tretë që organi akuzës zgjat hetimet. Ish kryeministri Ahmetaj është në arati prej qershorit të vitit 2023, ndërsa prej 24 korrikut të vitit të kaluar është shpallur në kërkim ndërkombëtar. Ai është vënë në hetim nga SPAK, teksa gjithashtu dështoi në nismën juridiko-ligjore ku kundërshtonte hetimet dhe disa sekuestrime të SPAK, si kontrollet në banesa dhe sekuestrimi një vile në Palas. Ankimimet e tij u rrëzuan gjithashtu nga kushtetuesja, teksa aktualisht është i shpallur në kërkim ndërkombëtar. Më 23 shtator, SPAK njoftoi shtyrjen me 3 muaj të hetimeve të dosjes. Për të është raportuar se ka kërkuar azil në Zvicër.